Policia e Tiranës ka zhvilluar një operacion të kuduar flat, i cili ka çuar në goditje në rasteve të ushtrimit të prostitucionit në apartamente të marra me qira në zona të ndryshme të kryeqytetit, konkretisht në rrugën e Elbasanit dhe në rrugën Vajgjush Furxhi. Gjatë ndërhyrjes policore janë arrestuar 2 shtetase kineze të moshës 39 dhe 42 vjeçe, si dhe një shtetase vietnameze 43 vjeçare, të cilat dyshohet se ushtronin prostitucion në ambientet e marra me qira. Në vijim të hetimeve, 2 persona të tjerë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë për veprën penale prostitucioni, ndërsa ndaj tyre vijojnë veprimet hetimore për sqarimin e rolit në këtë aktivitet. Gjatë kontrolleve janë sekuestruar dhe 2 telefona celular, të cilët janë gjetur komunikime që dyshohet se lidhen me veprimtari të palishme dhe që mund të shërbejnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë skem. Materialet proceduriale janë referuar prokurisë së Tiranës për veprimet më teshme, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit dhe mënyrës së organizimit të aktivitetit.